Me rastin e 27 vjetorit të rënjes së dëshmorit Hysni Recep Morina, i cili ra me pushkë në dorë në luftën flak për flak, derisa ishte duke luftuar në malet e Gallushës së Doperdolanit. Dëshmori të kombit Hysni Morina për të nderuar veprën e këtij dëshmori dhe dëshmorit Hanefi Muji. Sot në ora 10 u bën homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic, ku morën pjesë shoqatat e dala nga lufta, bashkëluftëtar si dhe shumë familjar, e ku ishin edhe përfaqësues të komunës së Prizrenit dhe deputet të parlamentit. Pushka e dëshmorit Hysni Morina ishte pushkë lirie, sepse ai ra për të mos vdekur kurrë në betejën më të lavdishme të UÇK-s, ku në mbrojtje të popullatës civile, njëra ndër betejat më të përgjegjshme ku forcat okupatore kishin gjitha llojet e armatimit dhe ushtarët e UÇK-s vetëm armatim e automatik qëndruan përballë forcave të okupatorit. Ata luftuan e nuk u dorëzuan deri në rënien heroike. U përkujtua trimi i UÇK-s me zemër luani për mbrojtjen e trojeve tona dëshmori Hysni Morina. Po sot për të nderuar dëshmorin Hanefi Muji dhe martirët e re në luftën shërimtare, duke përkujtuar shpërnguljen dhe djegjen e fshatit të Struzh, më 31 mars 2026. Këshilli organizativ ka përgatitur një program pas homazheve pas varrezave të dëshmorëve në Landovic. Pastaj ky program kulturor në shkollën Hanefi Muji në Struzh, vënia e kurorave pranë busit të dëshmorit dhe martirëve. Derisa në orët e mbrëmjes SHK Fidani organizon orë letrare dhe promovimi i librit kushtuar dëshmorit, mësuesit dhe drejtorit të shkollës Hanefi Muji për mbledhje nga konkursi letrar. Ndërto me prodhime vendore.